Një 33 vjeçare është arrestuar nga policia e Lezhës pasi dyshohet se mashtronte me të dhënat personale të qytetarëve dhe aplikonte për kredi. Në prangat e policisë ka rënë shtetësja Donika Curi, banuese në Tiranë, ndërsa operacioni policor i kuduar kredia u finalizua nga specialistët për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare pas kallëzimit të bërë nga 16 persona. Nga veprimtaritë e kryera, bëhet me dije se 33 vjeçaria në mënyrë të përsëritur i është prezantuar nënave të fëmijëve të mitur si përfaqësuese një shoqate bamirësie. Ajo premtonte pagesa mujore në kuadër të një ndihme sociale, ndërsa në të vërtetë synonte të përfitonte të dhënat e tyre personale, përfshirë fotokopje të kartave të identitetit. Pasi siguronte këto të dhëna në mënyrë të paligjshme, aplikonte për kredi në emër të viktimave në institucione të ndryshme financiare, pa dijenin e tyre, ku shumat e kredive të përfituara varionin nga 300.000 deri në 500.000 lekë të reja. Si prova materiale, janë sekuestruar dokumente bankare dhe të dhënat të tjera që pasqyrojnë transfertat e shumave të përfituara në një llogari bankare të administruar nga arrestuara, ndërsa policia bën të ditur se në drejtimin e prokurorisë vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj skeme mashtrimi dhe për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në veprimtarinë kriminale.